Vizita e kongresmenëve amerikanë në Serbi ishte një mundësi e mirë për të paraqitur atë që po kalojnë serbët në Kosovë, tha ministri i punëve të jashtme i Serbisë, Marko Đurić, duke theksuar se bizetimet u zhvilluan në një atmosferë të shkëlqyer. Dua t'ju kujtoj se Shtetet e Bashkuara kanë pazulluar dialogun strategjik me Prishtinën, i cili është një hap serioz dhe i madh në drejtim të masave konkrete që lidhen me qeverinë e Kurtit, e cila nuk respekton të drejtat kolektive dhe të gjitha të drejtat tjera të popullit serb, të krishterë dhe komuniteteve tjerë jo shumicë. Administrata amerikane kështon vëmendje të veçantë pozicionit të krishterë dhe në Kosovë serbët janë komuniteti më i madh i krishterë, nënvizoi Đurić duke folur për radio-televizionin e Serbisë. Edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani u takua sot në Prishtinë me delegacionin e Kongresit Amerikan të përbërë nga përfaqësuesit e shteteve federale të Ohio's dhe New Jerseyt, Michael Turner dhe Donald Norcross, të cilët pas bisedës deklaruan se të dytë mbështesin Kosovën dhe të gjithë rajonin. Pasi kryeministri i Kosovës me mandatin teknik Albin Kurti njoftoi se mori pjesë në koncertin e Filharmonisë së Kosovës në Vatikan, kreu i misionit special të Kosovës në Selinë Shejt Vebi Miftari e qortoi publikisht Kurtin se siç deklaroi ai, misioni nuk mori pjesë në këtë ngjarje siç kërkohet nga praktika diplomatike. Përndryshe, Filharmonia dhe Kori Operës së Kosovës performuan në Bazilikën e Shënmërisë dhe altarin qiellor dhe Kurti tha se ky koncert forcon lidhjen midis institucioneve muzikore të Selisë së Shejt dhe muzikantëve nga Kosova. Docentin e Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, Stefan Surlić, është i mendimit se nëse dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës do të kthehej në formatin e negociatave të Vienës, në të cilat të dyja palët përfaqësoheshin nga delegacionet dhe jo vetëm negociatorët kryesorë, do të ishte një performancë në të cilën marrin pjesë më shumë njerëz, por në thelb i njëjti rezultat dështim. Duke folur për të njëjtën ide, drejtori i programit të Qendrës për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike nga Mitrovica Veriut, Aleksandar Rapaić, vlerësoi se problemi në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës nuk është formati në të cilën zhvillohet, por mungesa vullnetit për të zgjidhur diçka. Profesori universitar Kol Krasniqi konfirmoi se suksesi i dialogut varet vetëm nga vullneti politik, por beson se zgjerimi i delegacioneve negociuese mund të sjellë përfitime të konsiderueshme, siç është rritja e profesionalizmit dhe i cilësisë së marrëdhënieve, dhe delegacionet negociuese do të përfshihin ekspert nga fusha përkatëse. Nga sot, subjektet politike në Kosovë mund të paraqesin kërkesa në Komisionin Qendror Zgjedhor për konfirmimin e pjesëmarrjes në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit, por edhe të regjistrohen ka elecionet dhe paraqesin listat e kandidatëve për deputet. Si shpjegoi zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Eliezi, listat e kandidatëve për deputet mund të dorëzohen deri më 7 dhjetor, ndërsa deklarata për koalicione si dhe njoftimi se nuk do të marrin pjesë në zgjedhje dorëzohet deri më 30 nëntor. Eliezi tha se subjektet politike duhet të plotësojnë një formular të aplikimit për certifikimin online për të marrë pjesë në zgjedhje. Punëtorët e radio-televizionit të Kosovës kanë ndërprer sot punën dhe hynë në grevë sepse nuk kanë marrë paga prej 24 ditësh, ndërsa sindikatat paralajmëruan se transmetuesi publik është në një krizë të rëndë financiare dhe kërkojnë reagim të menjëhershëm nga institucionet, raporton RTK. Greva e 700 punëtorëve të RTK, siç është paralajmëruar, zgjati nga ora 11 deri në orën 13 me një ndërprerje të plotë të punës në të gjitha sektorët. Sindikata e punëtorëve njoftoi se situata është bërë e paqëndrueshme dhe se janë të detyruar të ndërmerrnin këtë hap. Kompania Transportit të qytetit në Prishtinë për shkak të problemeve të rënda financiare ka shkaktuar një bllokim të fondeve buxhetore. Shërbimi u pezullua
dhe qytetarët e Prishtinës mbeten pa transport publik. Punëtorët e kompanisë së transportit të qytetit dhe kompanitë private që operojnë në transportin publik u mblodhen para ndërtesës së qeverisë së Kosovës duke kërkuar të takohen me kryeministrin dhe ministrin e financave në mandatin teknik Albin Kurti dhe Hekuran Morati pasi nuk kanë marrë pagë prej shumë muajsh. Në këtë rast, kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama tha se qytetarët janë të kërcënuar si kurrë më parë dhe se administrata e qytetit ka ngritur një kallëzim penal kundër ministrit Hekuran Morati për shkeljen e ligjit. Moti nesër do të jetë kryesisht me vranësira, por edhe relativisht i ngrohtë për këtë kohë të vitit me shirat e lehta në disa vende. Një erë e fortë juglindore do të fryjë në jug të Banatit me shpejtësi deri në 100 km/h. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 0 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 12 deri në 18 gradë Celsius.